Faleminderit, ju lumt goja. Faleminderit grupit. Faleminderit gjithëve. Faleminderit për këtë energji fantastike. Faleminderit Mancia Madhe. Faleminderit Baudejës. Faleminderit Fusharzi. Faleminderit Puka. Faleminderit Shkodra. Faleminderit Shkodra për këtë energji fantastike. Ne jemi gjithë bashkë mbledhur për një qëllim, për zhvilluar rajonin ton, për zhvilluar Shkodrën dhe qarqet e saj. Unë sot nuk kam shumë fjalë, e doja loj vendin yjeve të vërtetë saj fushate që janë deputetët e listës Shkodrës, po du t'ju them një gjë. Në këto 2 vjet kemi provu një gjë që ne mbajmë premtimet tona. Në këto 2 vjet kena provu që ne punojmë fort, që ne punojmë për sot, punojmë dhe për të ardhmen, që projektojmë për të ardhmen, duke punuar dhe për ndryshuar faqen e Shkodrës. Në atë punë që s'është bërë për 30 vjet, ne kemi filluar ta bëjmë dhe drejt një Shkodre moderne, drejt një Shkodre të zhvilluar, drejt një Shkodre në Bashkimin Evropian. Tashi po ftoj yjet e vërtetë të kësaj fushate, që janë deputetët tanë, dhe ku unë shpresoj shumë që me mbështetjen tuaj ne do të kemi grupin më të madh deputetë që ka pasur Shkodra nga Partia Socialiste në Parlamentin Shqiptar. Të parëm po ftoj sipas listës Mariana Koçekun, një nga yjet personazhi me rrojët Dukagjin dhe me zemrën në Shkodër. Mariana, fjala për ty. Të një tjeta Shkodra! Unë jam Mariana Koçeku dhe kam nderin e privilegjin që të kryesoj listën e qarkut Shkodrës për kandidatët për deputet në siglën e Partisë Socialiste me të vetmen zgjedhje që na dha zgjidhje. Unë jam një vajzë e re që jam diplomu për shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare dhe kam studiu midis Tiranës edhe Italisë, me anra dhe një pasion të jashtëzakonshëm për me njek rrugën e diplomacisë dhe për më u bë një ditë diplomate dhe zani përfaqësuesi i Shqipënisë në arenën ndërkombëtare. Për aso kohë kush isha unë si vajzë e re për me arrit një gjatë tillë. Edhe venosa për me ju kthy fshatit, rrojve të mia, edhe si përmarrjes turistike në agroturizëm dhe zhvillimit qëndrueshëm. Jo vetëm fati se nuk ka shumë rastësi në këtë jetë, po puna pa lodhon, pasioni, kreativiteti, rajt dhe identiteti i familjes teme dhe bukuritë e jashtëzakonshme të Alpeve prej Kaonvi, bën që të basha shumë shpejt një shembull suksesi, jo vetëm për rinin, jo vetëm brenda Shqipënisë, por deri në arenën ndërkombëtare dhe mediat e huaja. Derisa u hap një perspektivë krejt e re dhe pa pritun për mu si vajzë e re dhe si rini e këtij veni. Me mundësinë që më dha vetë kryetari i Partisë Socialiste, kryeministri Zoti Edi Rama dhe kryetari jon Zoti Benet Beci, pata nderin për me pranu këtë ftesë për mu përshi politikisht, tu pa aq më tepër vizionin edhe përkushtimin që më në fund për herë të parë, si asnjëherë më përpara, po jepet Shkodrës edhe zonës prej Kaonvit Dukagjinit. Me qëllimin për me kthy këtë vend krejt Shkodrën, jo vetëm me lan djep kulture, po me bë djep ekonomie e zhvillimi, e kryeqenër zhvillimi për tanë veriun e Shqipënisë. Ju falenderoj prej zemrës që jeni bashkue, edhe mos harroni, 5 për besë. Faleminderit. Faleminderit Mariana, dhe tash do ftoj një nga bashkëpunëtorët, një nga punojësit më të afërt të bashkisë në përgatitjen e projekteve, në ndryshimin, në realizimin e projekteve tona, është Onit Bejleri, një nga njerëzit që e doni shumë. Fjala për ty. Faleminderit. Faleminderit kryetar, faleminderit zoti kryeministër. Sot jam shumë i emocionuar, po e shoh Shkodrën më të bukur se kurrë. Më të bukur se kurrë, më të mirë se kurrë.
kam pas fatin dhe nerin me punu me shumë prej ju shtu për 2 vjet. Neri I parë kryesor kisha me punu me kryetarin zotin Beci, me kryeministrin dhe me gjithë prej jush. Ju lutem, do t'i bi krejt shkurt, krejt e thjesht, votoni numrin 5, mënyrë si ne të na ngarkoni detyrat edhe më të mëdha me vazhdu punën me ba Shkodrën edhe më të bukur se ç'po shoh sot. Shumë faleminderit për gjithëve. Faleminderit kryetar, faleminderit zoti kryeministër. Faleminderit. Tani do të ftoj këtu në skenë Gjenis Qela. Është I vajzë sa më shumë ta njihni, aq më shumë do t'ja kuptoni vlerat. Faleminderit. Faleminderit. Përshëndetje e bukra Shkodër. Si fillim du një duartrokitje shumë të madhe për ju që e keni mu sheshin para bashkisë sot plot. Dhe për skuadrën më të mirë që ka pas ndonjëherë qarku jon. Unë kisha dëshirë me nis këtë fjalë sot me historinë time personale. Në momentin që unë kam ikë për studiu jashtë, kam vendos të studioj për shkenca politike dhe marrëdhënie ndërkombëtare, duke pas parasysh që në jetën time që në moshë vogël flitej për politikë. E gjoja në çdo orë dhe në çdo cep të shtëpisë time. Dhe gjithmonë kam pas përshtypjen që po, pse të mos jem edhe unë politik, dhe sot kam bindjen dhe jam shumë e vendosur që gjithë bashk të ecim përpara dhe t'jemi pjesë e Partisë Socialiste, që është e vetmja rrugë që do na çojë me këtë pashaport shumë më lart se që meriton Shqipëria dhe se çka qenë ndonjëherë. Ju baj thirrje gjithëve që jeni këtu, me njerëz tuaj që keni në për shtëpia, në për biznese dhe kudo që punoni e jetoni, që me 11 maj t'i japim besën dhe të votojmë numrin 5 masivisht. Faleminderit. Dhe tani kam derin dhe kënaqësinë të ftoj Bujar Rexhën, një përfaqësues I Malësisë Madhe, kalon emigrimin për të rikthyer dhe për të kontribuar në Shkodër. Përshëndetje Malësia, përshëndetje Shkodra, përshëndetje gjithë qarku I Shkodrës. Si që tha dhe kryetari, unë jam Bujar Rexha, jam në profesion ushtërak ku kam punuar në fushën e sigurisë për shumë vite dhe më pas jam larguar ashtu si shumë bia të Shkodrës e të Malësisë në emigracion. Dhe jam kthyer sot t'i bashkohem Partisë Socialiste, pasi kam pa që kryeministri Rama, që Partia Socialiste e ka transformuar Shqipërinë rrënjësisht. I jam bashkuar sepse kam parë që kryeministri Rama ka transformuar Shqipërinë, por ka transformuar dhe Shkodrën në këto 2 vite dhe Malësinë e Madhe në këto 10 vite. Prandaj nuk zata më tepër, thjesht dua t'ju bëj thirrje gjithë juve që nuk do të zgënjeheni nga ky përkraje e jashtëzakonshme që po jepni Partisë Socialiste, kryeministrit Rama dhe gjithë neve në qarkun e Shkodrës. Ju ftoj gjithëve të votojnë numrin 5. Faleminderit dhe tani nuk ka nevojë për prezantim, por për një duratrokisë të presim Edona Bilali, një përfaqësuese e denjë në parlamentin ton, mbrojtëse e Shkodrës prej gjithë mandati që kaloi. Faleminderit Benet. E nderuar Shkodra jeme zemrës. Malësia Madhe, Puka, Fusharsi, Vaudesi, zemra që rrihni sot fort. Teksa po uleshim këtu, po shifja që sot ishte ditë veçanërisht me diell. Dhe mu kujtu në 2021-shin, teksa majta një fjalim jo pak metra ma larg, ishte shumë e zymt. Ishte edhe koha e zymt sepse ashtu ishte edhe atmosfera në qytet. Bana një zotim, thash do t'i rrim as deret e dirams. Atë zotim për 4 vjet e majta. Dhe më vjen shumë mirë që si që kisha besimin ditën e parë që u bashkova skuadrës ti, me krenari them që na e ka majt fjalen për Shkodrën. Zoti kryeministër, Shkodra të votoj masivisht para 2 vitesh. Po të kena fut edhe në një borxh ma masiv, sepse presim akoma ma shumë investime, akoma ma zhvillim, akoma ma mirëqenie ekonomike, akoma ma shumë hapësina publike për fëmijët tonë.
pavarësisht rrajve të majta, unë nuk jam aktivizu ndonjëherë në politik. Vija nga biznesi e dizinteresuar plotësisht nga politika, majtas e djathtas. Dhe para gjykimin e peshën më të madhe, ja Lesha Edi Rams. Do thoni ju, po mirë, si bashkëpunove me te 4 vite, sepse si ditën e parë, si sot, kam besimin absolut, tash madhe të faktuar në 4 vite punë, që nëse e transformon dikush Shkodrën me e qunë majat e meritume, është vetëm Edi Rama. Kryeministër, ne do të votojmë masivisht, po borgjin me Shkodrën e ke akoma më të madhe sot. Faleminderit. Faleminderit, Dona. Tani dëftoj një profesus të malësisë madhe tjetër, profesus një familje të fortë të majtë, malësinë madhe, profesus i biznesi, një administrator shumë i mirë, Enertil Canaj, kam derin që ti jesh këtu. Përshëndetje gjithëve. Të dashur motra dhe vëllezër, shumë faleminderit që jeni bashkuar Partisë Socialiste. Unë jam Enertil Canaj. Vi nga një eksperiencë punet në administratën publike. Jam i diplomuar në financë dhe më pas në drejtësi. Partia Socialiste gjatë tyre 12 viteve ka treguar që është një parti e fjalës dhe veprave. 2 vitet e fundit në qarkun e Shkodrës. 2 vite, Bashkia Shkodrës na ka dhënë një shembull shumë mirë që pse ne duhet bashkohemi dhe ne duhet që të përkrahëm kryeministin Edi Rama për zgjedhjet për këta 4 vitet e ardhshme. Ju ftoj të gjithëve të votojmë numrin 5 dhe të bashkohemi ekipit të kryeministit Edi Rama për të zhvilluar Shkodrën dhe gjithë këtë qark. Shumë faleminderit. Tani doftoj një përfaqësues të Fusharzit, Ervin Doda, një djalë i mrekullueshëm, energjik, që punon fort. Përfaqësuesi i Partisë Socialiste në Fusharës. Përshëndetje gjithëve. Jam i privilegjuar sot që jam para të gjithë popullit shkodran, para gjithë tyre njerëzve të mrekullueshëm dhe dua t'ju falenderoj shumë përzemërsisht dhe dua të flas shkurt. Bashkia Puk, Bashkia Fusharës janë 2 shembuj që konkretisht të gjithë shqiptarët duhet t'i dinë si 2 bashki të djatha, por që kanë marrë mbështetjen më të madhe që kanë marrë ndonjëherë nga qeveria e kryeministit zotit Edi Rama. Çka tregon se vullneti i kësaj qeverie është shërbimi ndaj komunitetit dhe gjithë popullit shqiptar. Siç e dim gjithë, e gjithë Shqipëria është e kthyer në një kantier ndërtimi. Edhe Shkodra, edhe Malësia e Madhe, edhe Vaudesi dhe të gjitha bashkitë e qarkut, Puka dhe Fusharësi. Ju bëj thirrje gjithëve që me datën 11 maj, për një Shqipëri evropiane, për një Shqipëri të zhvilluar, për familjet e secilit prej nesh, të votojmë Partinë Socialiste pa hezitim dhe ta votojmë masivisht. Votoni numrin 5. Faleminderit gjithëve. Tani doftoj një doktoresh mrekullueshme, një që e duam shumë, është njëri i dashur për gjithë në Shkodër, Olta Duda. Doktoresh. Hajde dhe duar të rritje. Nuk do të flas shumë fjalë, sepse fjalët janë tepërta kur flet puna vetë. Unë do t'ju them vetëm që në momentin kur kam shkel për herë të parë në shkallat e gjimnazit që keni këtu mrapa, një nga gjimnazet më të mira të Shqipërisë, misioni jem ka qenë një dhe i vetëm, që t'jem zani atyne që shpesh lihen në heshtje. E ndërkohë këtu sot jam, sepse jam bë pjesë e një misionit shumë më të madh, misioni i punës, misioni i fjalës majton, misioni i investimeve të kthyera në vendin e duhur, edhe misioni i rritjes së dinjitetit të Shkodrës aty ku i takon e i ka taku gjithmonë. Me 11 maj, votoni numrin 5, Partinë Socialiste, që gjithë ne së bashku ta bëjmë Shkodrën portën e Shqipërisë drejt Europës. Faleminderit. Faleminderit doktoresh, kënaqësi të tani të ftoj në skenë
Froggjinin, deputetin e njerëzve, njeriu që janë halle dhe i rrit gjithë votuesve dhe banorëve të Pukës e Fusharzit pranë. Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit Shkodra, Malësia Madhe, vëllezën dhe motrat Vaudesit, Pukës, Fusharësit, njësisë administrative Zezën dhe të gjithë qarkut Shkodrës. Unë kandidoj për herë tret si deputet në Kombënin e Shqipërisë, e falenderoj shumë kryeministrin për besimin dhe mbështetjen. Duhet bëj një falënderim të veçantë për diasporën, e cila na ka mbështet në mënyrën më masive dhe më njerëzore. I falënderoj me shpirt gjithë ato votues diasporës. Zoti kryeministër, në këtë mandat keni bërë shumë gjëra të mira. Ju falenderoj për investimet që keni bërë në Shkodër, në hyrje të Shkodrës, rrugën e Dugajzinit, rrugën e Komanit, e në gjitha këto investime që çdo njeri i shef me sy. Kam një kërkesë shumë miqësore. Puka dhe Fusharësi janë dy zonat të bllokuara për shkak të autostradës. Do t'ju kërkoja një ndërhyrje, nëse ju e keni të mundur, për një tunel nga Xhexheni me lidh me rrugën e re në Reps dhe një rekonstruksion rrugë nga Iballa për ta lidhur me Firsën dhe për të dalë në Gjakovë për 45 minuta. Nëse ju do ta keni të mundur, mandatin e ardhshëm do t'ja udin për nerë gjithë brezat. Unë ju bëj thirrje të votoni numrin 5. Të votoni Edi Ramën. Është e vetë një shpresë që Shqipërinë e shon në Bashkimin Evropian dhe marrim të pasaportën e shumë pritur. Faleminderit shumë. Faleminderit. Tani kam kënaqësinë të ftoj Besmir Leshën, një djalë shumë i mirë i Shkodrës, një administrator shumë i mirë që do punoj fort për Shkodrën. Faleminderit. Përshëndetje gjithëve. Unë dy fjalë kisha për jetën time që kam lind mas kësaj godine dhe hapat e pore kam shtu këtu ku oken gunga. Jo vetëm nga dëshira, por edhe nga ato takime, zoti kryeministër, zoti kryetar, e keni të fitum Shkodrën edhe gjithë qarkun. Prandaj jam shumë i gëzuar dhe i privilegjuar, por jo më pak edhe kam bërë edhe ngarkesën e përgjegjësisë të kjo mision. Ju përshëndes gjithëve, votoni numrin 5, faleminderit. Faleminderit. Marian Dërshtiqaj, i rritur në Parti Socialiste, një përfaqësues i zonës, një njohës i mirë i problemeve dhe mbështetës i gjithë banorëve të zonës. Përshëndetje gjithëve, të dashur qytetarë të qarkut Shkodër, kam nerin, kam kënaqësinë që jam sot para jush. Jam i lumtur që jam pjesë e këtij ekipit i cili ka një vizion të qartë, beson te puna të zhvillimi i qytetit të Shkodrës, edhe jam besim plot që po bëhet dhe do të bëhet transformimi i qytetit të Shkodrës e komplet qarkut me Edi Ramën, me Benet Becin dhe me ekipin tonë si kandidat. Unë nuk do bëj fjalimet politike, unë do bëj një thirrje. Besoni këtij ekipit. Besoni këtyre njerëzve që flasin me sy hapun edhe e shohin çfarë transformimi po bëhet në Shkodër. Mos u mbytni te njerëz që flasin me sy mbyllur sepse kanë frikë ky transformim që po bëhet në Shkodër. Me 11 maj, bashkoju një Parti Socialiste, bashkoju numrit 5, si e vetmja shpresë për pasaportën evropiane. Nuk është më një ëndër, është një mundësi reale për gjithë. Me 11 maj, votoni numrin 5, Partinë Socialiste. Faleminderit. Faleminderit dhe tani kam derin dhe kënaqësinë të ftoj Vera Ndrecaj, profesoreshën, tashmë të njohur nga gjithë, që ka ardhur nga platforma deputet që duam dhe që po punon fort në Malësinë e Madhe. Zoti kryeministër, mirë se erdhe në Shkodër. Shkodra është zjerm sot. Shkodra është dashni. Unë jam Vera Ndrecaj dhe një emigrante që kthehem në Shqipëri.
Kam emigruar në Britani të Madhe në vitin 2002 pa ditur asnjë fjalë anglisht dhe sot jam profesoresh në një ndër universitetet më të mira në Britani të Madhe, jam doktore shkencash, jam këshilltare në qeverinë e Walesit dhe jam kthyer që të sjell eksperiencën britanike në Shqipëri. Kam zgjedhur të kandidoj në siglen e Partisë Socialiste, sepse besoj në vizionin e Edi Ramës, besoj në programin e Partisë Socialiste, besoj se Shqipëria do të ecë përpara, besoj se ne do të jemi pjesë e Europës shumë shpejt, ku çdo shqiptar do të mbaj me krenari edhe pasaportën evropiane. Votoni Partinë Socialiste për një sistem arsimor më të mirë. Votoni Partinë Socialiste për një sistem shëndetësor më të mirë. Votoni Partinë Socialiste për ta kthyer dhe transformuar Shkodrën në një model zhvillimi ekonomik, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë rajonin. Faleminderit që jeni këtu, ju duam shumë, votoni pesën, votoni Edi Ramën dhe Partinë Socialiste si e vetmja alternativë politike në Shqipëri. Faleminderit, votoni pesën, ta bëjmë Shkodrën zjerm me 11 maj. Ju dua shumë. Faleminderit. Dhe tani ku kam rinin? Ku është rinia e Shkodrës? Dhe përfaqësuesja e rinisë Shkodrës, Kesi Spahia, energjia e rinisë Shkodrës në këtë listën tonë të deputetëve fitues. Përshëndetje fort dashtën shkodran të mi, përshëndetje krejtyje të rinis, Malësis Male, Puk, Fusharës, Valdez, Shkodër. Për mu ka kënë gjithmonë privilegja zakonshëm me kënë pjesë e Partisë Socialiste dhe kjo nuk është për as për servilizëm, as për like-up, po angazhimi e në Partinë Socialiste ka kënë gjithmonë si thirrje për me u bashku partisë e cila transmeton vizion cili na aplikon çdo ditë për qarkun tonë edhe për krejt Shqipnin. Ashtë knajtësia jashtëzakonshme kur shef flamurin shqiptar që i valvitet edhe ne të tanë këtu luftojmë për njatë flamur edhe për tanë Shqipnin. Unë jam një vajzë e re, e lindun edhe e rritun në Shkodër dhe mundësi të jetës më kanë dhanë akses për me ike dhe jashtë. Po unë kam vendos me ndaj në Shqipni, kam vendos me ndaj në Shqipni edhe më u këthy në Shkodër. Se ne të rritë e Shkodrës e ne të rritë e Shqipnis i kena një detyrim qytetit ton edhe vendit ton edhe duhet me punu që qyteti jon edhe vendi jon me shku për para dhe me arrit atë që ka Shqipnia edhe Shkodra meriton. Sot Shkodra ka dilin më të bukur edhe është mes luleve si dit lulesh edhe Shkodra duhet me kenë lulja më e bukur në tonë Shqipnin se Shkodra sot është vizioni më i bukur që ka Partia Socialiste edhe është qyteti që transmeton, ka fillu me transmetu mas miri vizionin që kryeministri jonë ka për Shqipnin për me shku në Bashkimin Evropian. Një shpreje thot që tana rrug të qojnë Rom, po unë sa të mendoj që tana rrug të binë Shkodër, edhe Shkodra është porta që ka me lidhë Shqipnin në Bashkimin Evropian. Pra ndaj, tonë ne duhet me votu numrin 5, tonë ne duhet më shtetë Partinë Socialiste dhe Kryeministrin Edi Rama që ta qojmë Shqipnin edhe Shkodrën për para. Faleminderit. Bravo, dhe tani kam kënaqësinë të ftoj Shkëlqim Sterkajn, një përfaqësues të biznesit, përfaqësues të Malësisë Madhe, një familje djathtë, por që për të djathtës çimi po punojmë bashkë për Shkodrën. Përshëndetje Shkodra, përshëndetje Malësia Madhe. Unë jam Shkëlqim Sterkaj, unë vi nga një familje me rrajt djathta, kam qenë edhe skeptik shpesh herë për qeverin,
ndoshta edhe për kryeministrin, se kam besu. Edhe nuk e kam besu këtë si ide për të smajtës, për të zgjathtës. Unë kam linë Malësit Madhe, po jam rrit, e kam kalu vitet më të bukra në këtë qytet. Edhe një në arsyet kryesore që jam binë për të binë ftesë Parti Socialiste, ka qenë ndryshimi që ka pësu Shkodra këto 2 vjetë. Edhe i ftoj vlezërit e motrat tonë demokrat, bashkojmë si asnjëherë më parë që ta bëjmë gjithë qarkun e Shkodrës, si Shkodra. Fitore votoni numrin 5. Faleminderit Çimi, tani duhet ftoj Adnan Shullanin, një mësues edukator i shkëlqyer, përfaqësues i anës Malit, njëri që gëzon respektin e gjithë zonës dhe të punoj fort, jo vetëm për zonën, por për gjithë rajonin e Shkodrës. Përshëndetje banorët e gjithë qarkut Shkodër. Unë jam Adnan Shullani, vi nga ana Malit, jam me profesion mësues. Partia Socialiste, Benet Beci, kryetari Edi Rama më besu në t'jenë pjesë e listës fituese të Partisë Socialiste dhe duhet ju siguroj këto që më kanë nxjerrë këtu, por dhe gjithë ju me këtë rast që po punojmë fort për të arrit një fitore si kur më parë, duke fillu nga ana Malit, nga gjithë nën Shkodra, nga qyteti, nga Mallësia Madhe dhe mbar qarku Shkodër. Faleminderit, fitore me 11 maj vetëm numrin 5 dhe Partinë Socialiste. Të nyjet që do na çojnë drejt fitores gjithë bashkë dhe tashim me një duar tërëki të madhe të presim strategun e kësaj fitore, mbështetësin e Shkodrës, të Shqipërisë Re, zotin Edi Rama. Përshëndetje të gjithëve, shumë faleminderit. I mbajta këto të 3 pjesëtare përfaqësuese të skuadrës tonë për 3 arsye. E para, e desha Marianën këtu një moment, sepse nuk e harroj asnjëherë momentin e parë kur jam taku me Marianën. Nuk e njifsha, më kishin fol për një neo malësore dhe ma propozun ata që bëjnë podcastin tim me mu dhe u takum. Dhe më tregoj historinë e saj që për mu ishte shumë prekse, po dhe shumë frymëzuese. Një vajzë e lindur në mes maleve, pas një lidhje të asnjë natyre, farefisnore, politike, financiare, që të mundësonte të largohej nga ato male, që gjeti forcën për të fluturu jashtë, për të studiu shkenca politike në Europë, dhe që kokë fortësisht vendosit kthej po mes maleve, për t'i provuar vetes se ishte më e fortë se të gjitha kushtet e pafavorshme në të cilat ishte lindur dhe ishte rritur. Dhe ajo që Mariana ka bërë atje në atë vend ku unë akoma s'kam shku, se e kam dhënë fjalën po s'kam shku, është në një farë mënyre simbolika e asaj që Shqipëria po bën sot. Mariana
shkoi në Europë, u kthye mes maleve dhe i solli europianët në shtëpinë e vet. Dhe u bë e respektume, e besume dhe e dashur për ta. E kështu unë besoj se pikërisht pse Partia Socialiste është një parti që duhet të reflektoj ëndrat, shpresat, ambicjet, përpjekjet e pjesës më të mirë të shoqërisë, nuk do ishte në lartësinë e vet nëse nuk do t'i jepte Marianës dorën për t'i dhënë mundësinë që ëndrën e vet, se kështu më tha atëherë, ëndra ime tha i ka qenë diplomacia. Po kush jam unë tha që të mendoj se mundin me e qa rrugën deri aty ku pastaj me u bë diplomate për shtetin shqiptar. Ja pra, sot Mariana nuk është vetëm, po përkundrazi, unë jam shumë krenar edhe jam shumë mirënjohës që një vajzë nga Dukagjini, nga një zonë me histori të jashtëzakonshme, nga një zonë me tradita fantastike, po nga zona më e izoluar dhe më e braktisur për shumë vite, madje edhe e nënçmuar të jetë në krye të kësaj skuadre. Arsyeja pse desha që Gjeni të rinte këtu për një moment është krejt ndryshe, sepse Gjeni donte me u fut në këtë betej. Edhe unë e takoj dhe i them, Gjen, tani si do futesh ti në këtë betej si goca e babit? Edhe kjo më shef e më thot jo, si nana e Rojsit. Dhe në atë moment e kuptova që jo vetëm që po vinte një vajzë e studiume, një vajzë me eksperiencë jete, një nënë e re nga Shkodra, por po vinte me thënë të drejtën edhe një gjenerat tjetër më e mirë se ajo e babit. Kështu që të na fali babi, po besoj që duhet jetë krenar që gocën e ka më të mirë se veten. Dhe fundit që dua të them është ajo që më ka bërë mua që të jem shumë i respektus ndaj Edonës. Edona po t'ishte nga Tirana, Tiranësit ka një fjalë, për njerëzit kokfort thonë është arë gungse. Do me thonë që e ka kokën që nuk, edhe më kujtohet kur deshta që ta përfshinim në skuadrën e 4 vite më parë, ishte kundër gjithë, kundër çdo gjëje, donte me digju për politikë e tjerë, shoqëria civile, antisistemi e tjerë. Dhe si përfundim pranoj. Por ama, këtë herë, kur unë i thash të gjithë deputetëve që kush ka marrë nga Partia Socialiste, duhet t'jeti gati që të shkoj t'japi për Partinë Socialiste duke u futur në listën e hapur. Kush nuk do të futet në listën e hapur se mendon që o listë mbyllur o s'ka, nuk është më pjesë e skuadrës. Dhe mesazhi më i bukur që më kanë ardhur disa mesazhe të bukura, por më i bukuri dhe më preksi ka qenë pikërisht nga Edona, e cila më shkrujti në listë hapur, në listë mbyllur, jashtë listë e krejt, unë jam më shumë se kur e vendosun me qenë në krah teje për me bë Shkodrën më të mirë. Shumë faleminderit të trejave, shpresoj shumë që ne t'i çojmë përpara punët e Shkodrës, punët e Qarkut,
por mbi të gjitha, shpresoj shumë që Shkodra mos dali veç nga treni i fitores sonë në gjithë Shqipërinë. Shpresoj shumë që Shkodra ta ketë kapërcy atë problemin psikologjik që kishte, falë këtyre 2 viteve. Se, me thënë të drejtën, ma kanë zi jetën. Visha këtu, fol, kot, bum, humje, ik. Visha këtu, fol, kot. Edhe thosha më mirë, më qarë njerëzish janë këta. Po si ka mundësi që jetojnë mes plerave? Si ka mundësi që jetojnë në këtë qytet që i ka më shumë se të gjithë qytetet tjera të Shqipërisë bekimet e Zotit me lumë, me liqen, me det, me mal, me fusha. Edhe këta janë si kur jetojnë në 90-ën. Si ka mundësi që të paktën nuk thonë, po mirë, hajtë ta provojmë dhe njerë këtë budallën e gjatë. Se i provume këta të mençmit e na majtën në bërlok. Jo, komunizmi, lufta me komunizmin, rezistencën e komunizmi vdek me kohë. Edhe Shkodra i shërbente vetëm 2 njerëzve. Një të vdekuri dhe një të gjalli. Që sot ka vdek, po kujton se është gjallë. I pari Enver Hoxha, po ju betohem, Enver Hoxha matan në botën tjetër, ka jetu me kënaqësinë që shkodranët i qëndruan deri në fund mallkimit të tij dhe u vetë izoluan duke luftuar me komunizëm që s'ekzistonte më. E i majti peng Enver Hoxha 30 e kusur vite, ndërkohë që nga ana tjetër i besoshin bufit që erdhi nga komunizmi dhe përdori të gjitha metodat e komunizmit, madje edhe tashti para 1 muaj e gjys, prap komunist deri në fund. Nga ata më të këqit, se ka pas shumë burrat ndershëm e të mirë komunista, po nga ata më të poshtrit, që i thot Partisë Demokratike, hajde se do të bëjmë primare, dilni, hudhuni, garoni, partia jonë është partia e njerëzve të lirë, edhe ku dalin fitues të primareve, i merr i ha, i fut në bark, i zhduk. Tash më falni, unë as më intereson fare se kush është në krahun tjetër, po mirë, kaq keq ka pazari këtu në Shkodër, më burr. Po kaq poshtë ka shku Partia Demokratike, po kaq shumë mërt ju demokratët e mëdhej të Shkodrës, ju antikomunistët e mëdhej, ju shkodranët e mëdhej, kaq shumë ju në vletëso bufi sa ju ka sjell Luciano Fake Pavarotin këtu në kryet listës. Po Luciano Pavarotin në Shkodra e ka një gjuhë në qeftas, ku atë të vërtetin. Po Shkodra ka një gjuhë këngët, e ka tregu Barsaleta, kur bufi i shkote mrapa studentëve për t'i prej flokët e gjata. Tash i sjell Luciano Fake Pavarotin këtu nga Elbasani, po ç'pun nga ai këtu? Do drejtoj Shkodrën, po s'ka, po kaq pa men, kaq pa tru, as me drejtu shtëpinë tuaj, ju mendon bufi juve, demokratëve të Shkodrës? Se e di që po më ngjojnë. Se i ngjojnë gjitha. Po kaq tuhaf ju di, kaq çyryk ju di bufi ju, që s'keni dot një njeri t'ju drejtoj. Po ju sjell Luciano Fake Pavarotin, që e fitoi Elbasanin para 4 vjetësh, doli si rruaj qeth, e thoshte na i vodhi elektronika votat. Sa i s'është për elektronikën, ai është për arjet. Nuk e do muzikën elektronike. Na i vodhi elektronika, thoshte. U rraf në Elbasan, doli rruaj qeth, mori Noc Rrogun, erdhi në Shkodër bashkë me Nocin, po për çfarë erdhi këtu? Ka i zonjë në listën e Shkodrës, unë s'kam marrë të bëj këtu. Ka i zonjë në listën e Shkodrës. Ta veshin janë, jo.
kryetari i Partisë Demokratike të Kavajës, ai është më fatkeqi. Hynin primare Kavaja, se dy e kanë më shtet bufin më shumë nga të gjithë, Shkodra dhe Kavaja. Kavaja u zgju më herët, më të zgju dolën ata, me thonë drejtën. Fitoi primaret e gjithë Tiranës. I fitoi. Doli i pari. Ku është? S'është. As në listë, as nuk e di njeri ku është. Unë e di ku është. E ka hangër bufi. Iku. Vlora, e njëjta histori. Saranda, kryetarja e Partisë Sarandës, Partisë Demokratike të Sarandës, fitoi primaret. Ku është? E hëngri bufi. E hëngri ata atje qoj një kukumjaç nga Tirana atje. Dash Sula, e njihni gjelin e detit Peqinit. Gjeli detit fitoi primaret absolut. Ku është? Ku është? Ai të paktën ndele për televizor, se bufi se ha do atë, se s'është Zok Kërnete, është gjel deti. Edhe e thaj, unë jam gjel, tha shtyp fort. Kështu që edhe kur e mysin prapë është krenar. Edhe këtu tashti, Luciano Fejk Pavaroti drejton grupin. Dhe qa do bëj ky Luciano? Shkodrën madhështore. Shkodra madhështore me Luciano Fejk Pavarotin nga Elbasani. Si bëhet kjo? Si bëhet kjo? Nuk e di. Unë shpresoj shumë që demokratët e Shkodrës minimumi me ditën e diel tjetrën, minimumi të rrinë në shtëpi një gjëjnë Pavarotin e vërtet, muzikë, e mos shkojnë fare me votu. Minimumi për mos me jarë nesër turp nga vetja. Se nesër këtë pasaportën europiane do t'ja japim ne dhe fëmijëve të tyre, siç po ju japim Shkodrën, ne mrapsh Shkodrën që ja u mori bufi, Shkodrën që mbeti e fundit për turp, dhe që një herë i besun këti budalës këtu, bashkë me Benetin, që e thashun nga të pak të atë fare mbetje të riciklushme të Partisë Demokratike, se ata janë mbetje që nuk riciklohen. Beneti edhe ja ku jemi sot. Është një qytet tjetër në energji, në optimizëm, në besim. Ku bote vaki këtu, të vishe këtu për të bo miting në Shkodër, duhet kaloshe edhe nga dy anët, ca njerës të erët me dy gishta, komunist, nona ime shkreta në djes pas të ditë qka heq në atë rruga tje. Libri shpis, berav, komuniste. Sot vim miting nga Bulevardi i Luleve. Ky është dallimi. Ky është dallimi. Mirë po bufi i trajton demokratët e Shkodrës si ai polici ke koncertin vitin 36, lulet në këtë vend i han gomerët. Kurse ne jo. Ne lulet i dum për Shkodrën dhe Shkodrën e dum lule. Nuk di që atë them se më vjen me fol dhe i nesër këtu për demokratët e Shkodrës, po shpresoj shumë që këtë herë t'jenë, thash, minimalisht të një gjojnë Luciano Pavarotin e vërtet, maksimalisht të vinë edhe të myllin honën, të votojnë pesën aty, ose po nuk ja u dha zemra fare të votojnë pesën, kanë gjithë të kandidat tu, kanë të majtë, kanë të djatë, kanë vajza, kanë gra, kanë bura, kanë djemi, kanë të gjithë nga këtu, edhe ta dhej një kryq atje që mos hynë në gjynaf. Edhe i gjë tjetër kam unë për këtë punë e komunistave. Kush po e bën muzeun e kujtesës
së të gjithë torturave që komunistat i kanë bë këtij qyteti, i kanë bë priftrive, i kanë bë xhallarëve, kush po e bën? Pse nuk e bëri Bufi? Pse nuk e bëri Këneta gjithë ato vite, po bën një muze si dyqan Vodafone ku s'kishte karta? E keni pa muzeun? Dyqani Vodafonit pa karta. Futesh aty një turp, një skandal, një shëmti, po të gjitha këto pse? Sepse Bufi nuk do të shofi asgjë tjetër përveç Kënet dhe ai të mbretëroi mbi Kënetën. Nuk i do ai këto. Dhe sot Muzeu i Kujtesës do të bëhet, dëgjoni me vëmendje, një muze ndërkombëtar si ai i Marubit. Marubi është krenaria e Shkodrës. Tani me gjithë respektin për ata që rrëzun bustin e Stalinit, po krenaria kombëtare, krenaria historike, krenaria e Shkodrës është dinastia e Marubëve. Para 2 javësh a 3 javësh u fut zyrtarisht në regjistrin e pasurive kulturore botërore. Sot Shkodra sot nuk e thot vetëm me dëshirën e vet, por e ka me letër që ka kontribu për kulturën e planetit. Tani, kush e boni Marubin gati për ty në atë regjistër? E dini ju se ku e kemi gjetë ne atë thesar? Në përthas, si me qenë patate. Dhe unë du ta falenderoj këtu një djalë, demokrat ai, o demokrat me men, Luciani. Edhe ai mbeti e riciklueshme, si Beneti, ka lezet. Edhe ai djalë meriton të kujtohet në historinë e Shkodrës, sepse ai është si ai shqiptari që shpëtoi Akropolin nga bombardimi. Po xhamin e Plumit më burr. Kush e nxori në dritë? Ha? Një kryevepër të historisë së arkitekturës dhe një perl në librin e arkitekturës fetare, perl, e zhytur në lum. Kush e nxori në dritë? Kush? Bufi. Ata që na quajnë ne komunista, që më thonë mu komunist, ai mu, që kur unë kërkoja lirimin e të burgosëve politik dhe rishikimin e kultit të Enver Hoxhës, Bufi thoshte, ky do të nxjerrë lumin e shoqërisë nga burgu. Ai mu. Po pasurit, po rezidencën komunitetit musliman. Kush ja dha? Nuk ja ka dhënë akoma, se është një parti këtu në Këshilli Bashkiak që nuk po e voton. Siç nuk po voton dhe plazhet e Velipojës. Po kjo është histori tjetër. Kjo. Kush? Po stadiumin kush e bëri Shkodrës, Vllaznis, kush e bëri stadiumin? Vllaznia pra. A është Vllaznia një nga krenarit e historisë, sportit e të Shkodrës? Kush ja bëri stadiumin më? Po teatri Migjeni. Kush i shpëtoi nga Korrenti? Larg qoftë aktorët e teatrit dhe kush e bëri teatrin teatr? Kush? Se nuk po vazhdoj me hyrjen e Shkodrës, që hyje në Shkodër, sigur hyje në Afganistan. Turp. Nuk shifshe as liqen, nuk shifshe as vetëm ca ndërtime të tmerrshme si ato që kam prish unë ke Lana në 2001. Akoma Shkodra, hyrja Shkodrës ishte Lana e 2000-shit. Sepse Lana e 2000-shit dhe hyrja e Shkodrës janë vizioni madhështor i Kënetës. Ato din të bëjnë vetëm. Ato kanë bëjnë gjithmonë sa herë kanë pas gjon dorë.
Nuk kam bërë gjë tjetër. Tani si mundet këtu tani të diskutojmë ne për gjitha këto në vitin 2025 kur Shqipëria është ullë tavolinë me Bashkimin Evropian për të negociuar antarësimin. Europë pra, Europë. A i du në Europë shkodranët demokratë. A i du në Europë Shqipërinë. A i du në Shqipërinë Bashkimin Evropian. A kanë luftu gjithë jetën për muzikën italiane, e për Beatlesat, e për Europën. A kanë dash gjithë jetën me uarratisë nga Shqipëria dhe si Lenin po i vrisin rrugëve edhe i mysin në përburgje. Ja pra Europa, kjo është Europa. Që ta kenë Europën si shpinë e vetë. Dhe janë ca që thonë, për që na duhet ne këtë pasaporta, ne këtë pasaportën e kemi. Ne në Europë jemi, jo më s'keni gjë fare, zero. Ne s'kemi. Ne kemi një pasaport për të udhëtu, nuk kemi një pasaport që është pasaport për të udhëtu në Europë, kanë edhe shtetet tjera që janë jashtë Europës fare. Edhe Arabët hyrën e dalin, po nuk janë Europian. Ne jemi Europian, na ka vu Zotin mes të Europës, jemi nga popujt më të vjetër, edhe me pasaportën që kemi, jemi të huj. Hymë si të huj atje. Hymë si të huj, trajtojmë si të huj. Dhe u deshën 10 vjetë përpjekje për t'i bërë gjithë ata që kur t'na shohin ne të rinë drejt në çdo lloj takimi ndërkombëtar. U deshën 10 vjetë përpjekje për t'i bërë ata që kur flasin për Shqipërinë flasin me respekt. Kur flasin për Shqipërinë flasin me besim. Dhe kur flasin për Shqipërinë flasin me vlerësim. Kur do ndodhte në herë që të zbriste këtu gjithë Europa, që do zbresin në 16 maj. Që nga Bashkimi Evropian, te Britania Madhe, te Turqia, Azerbajxhani, Armenia, Norvegjia, gjithë Zvicra do vinë në Tiranë, bashkë me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, bashkë me organizatat financiare, do vinë në Tiranë gjithë. Pse do vinë në Tiranë? Për atletët e mia. Për atletët e mia do vinë në Tiranë. Do vinë në Tiranë sepse Tirana është bërë qendra e Europës Ballkanit. Prandaj do vinë në Tiranë. Dhe Shqipëria e 2030-s do të jetë Europa e Ballkanit. Tani, shkodranët e Partisë Demokratike duan të jenë me Shqipërinë e Europës Ballkanit apo me Luciano Fake Pavarotin për të kënu Kong Elbasoni që duken si arje në La Scala. Qarë? Kong të Elbasonit, Luciano të shkoj të kënojnë në Elbason, se në Elbason do ja kënojnë Kongën edhe do ta shohin ata si do dalin në fund. Kurse këtu është Shkodër. Këtu është Shkodër. Dhe kush beson ke copyright i Shkodrës, të drejtën e autorit nuk ja le atyre që vinë këtu për t'i tregu shkodranëve se si rrotullohet bota, apo jo? Mendoj unë. Pastaj ata le të vazhdojnë punë atyre. Ka asnjë rëndësi. Ja, shef si thot ai duhet jetë nga malësia madhe, se thot me leje zoti Prime Minister. Sepse edhe këtu u ulëm me Benetin për të pi kafe, vinin të hujët me bo fotografi edhe me thonë ke bella, skutari ke bella. Edhe në ndërkohë, më vjen shumë mirë se më duke i të merë, se i kam nga tregimet e gjyshes time, shkodrane që si dikur mershin atë anijen nga liqeni këtu, shkoshin Malzi dhe Anasjeltas, më duke i të merë që gjithë Shkodra shkoden Ulqin. E këtu s'kishte njeri, kurse sot Ulqini vjen ditë djelave në Shkodër, dhe Shkodra, më dëgjoni mu këtu, Shkodra në këto vite përpara do të bëhet një qark, një zonë që do ketë një turizëm të jashtëzakonshëm. Duhet i arrim shpejt 1 milion turist në qarkun e Shkodrës.
Duhet i arrim dhe do t'i arrim. Do t'i arrim. Dhe atyre që thonë Edi Rama nuk do veriun, s'ka bëgjo për veriun, i them që vetëm në qarkun e Shkodrës, i nxora sot gjithë shifrat, në një dekad kemi investu 1 miliard e 310 milion euro. 1 miliard e 310 milion euro. Dhe për këtë arsye, sot ka rrugë për të shku në majtë Vermoshit, në majtë Thethit, rruga e Komanit po bëhet, rruga e Dukagjinit po bëhet, e të tjera do të pasojnë, dhe për këtë arsye sot vinë njerëzit dhe rrinë atje majnë radhë për të bë fotografi ke rruga Velipoj Shëngjin, apo jo? Dhe ekonomia këtu vetëm sa ka fillu. Dhe ju siguroj që do tjetë eksakt ajo që tha Mariana. Ky djep kulture do të bëhet një djep ekonomie. Ka fillu. Kush nuk e shef nuk do me pa. E s'ka qorë më të keq se sa i që i ka sytë dhe s'do me pa. Siç nuk ka shurdh më shurdh se ai që i ka veshët dhe s'do me një gjuhë. Unë duhet ta mbyll se fola gjatë sot për gjitha aspektet e tjera dhe mund t'i ndiqni aty nëse nuk ju ka marrë dhe akoma në majtë hunës. Po tani, çfarë bëni dhe ju ngelet duke një gjuhë, dila ne, ndjes gjithë zonjave nëse i kam dalë në frigorifer kur kanë qenë të bë darkën. Çfarë them unë, po duhet ta mbyll me këtë. Në 11 maj është një takim me histori, nuk është zgjedhje e zakonshme. Në 11 maj, se për pak ditë do shkoj aty në Kuç edhe do t'ja u shkruaj rezultatin, minimumin. Në 11 maj ne nuk jemi në garë për 71 mandate. Ne 71 mandate i kemi tani edhe mund t'i... Por 71 mandate mjaftojnë për të qeverisë, mjaftojnë për karriget e parlamentit, për deputetët, por nuk mjaftojnë për të pas siguri që ne do t'i mbyllim në 2027 negociatën me Bashkimin Evropian. Pse nuk mjaftojnë? Pse nuk mjaftojnë? Atje negociohen qerek milion faqe. Mbi 250.000 flet që nuk janë komente Facebooku, po janë kritere, regula, masa, ligje e tjere. Dhe duhet bim dakord me ta për çdo gjë, për drejtësinë, për ekonominë, për peshqit, për zogjt. Duhet bim dakord për gaforret, për midhjet, për gjitha. Për sigurinë ushqimore, për gjitha. Dhe mbasi bim dakord atje që po, këtë do e bëjmë, duhet vim këtu edhe t'i bëjmë. Duhet shkojmë në parlament, bëjmë ligjin. Tani e parafityroni ju që ne të vim në parlament edhe duhet me fol me Kënetën për të bërë ligjin. Ndërkohë që Këneta e ka fillu këngën dhe marrni mend. Në 11 ndarke do thot fitum. Në 12 mjes do thot qëndroni fort të kutit se fitoria është në kuti. Në 12 masdite nuk do flasi, në 13 mjes do thot i vodhën, na i morën. Është zgjedhja më e madhe e historisë, sepse do t'jetë fitoria më e madhe historike e Partisë Socialiste. Çfarë do i bëjmë? Çfarë do i bëjmë? Çfarë do i bëjmë? Kur ata arrin thonë që Edi Rama po blen diasporën, merre me mend. Ndërkohë që unë pres nga diaspora shpullën më shëmbullore për Kënetën. Më shëmbullore. Shuplakën më të nxehtë Këneta do marrë nga diaspora dhe përfitoj nga rastit i them të gjithë atyre që janë regjistru që tani që fletët ju kanë vajt, mos ta humbin mundësinë për të votu. Tani mos bëhen shqipo që thonë po e lejmë për moment në fundit dhe pastaj ngelen pa votu. Kështu ju lutem shumë të gjithë atyre që janë regjistru në diasporë, që ju kanë vajt fletët, zarfat, t'i hapin zarfat, të shënojnë aty numrin 5 edhe t'i kthejnë këte. Dhe mbi të gjitha,
Mesazhin e kam për ata shqiptarët në Greqi. Ata janë ata që e kuptojnë më mirë nga të gjithë se çfarë do të thonë kjo pasaporta. Dhe pse kjo pasaporta është ndryshe nga ajo që kemi ne. Ata e kuptojnë më mirë nga të gjithë. Pse e kuptojnë më mirë nga të gjithë? Sepse ata u nisën në 90-ën si gjithë tjerët vetëm me rrobat e trupit, edhe me fëmijët në gra. Edhe derdhën gjak, derdhën lot, derdhën djers, bën një jetë qeni për një periudhë në një presion të tmerrshëm, pastaj u ngritën avash avash, por sot kanë një problem shumë të madh. Kanë ankthin e pensionit. A do t'ju njifet pensioni? A do t'ju njifet gjithë ato vite pune? Ndërkohë që pa ata Greqia do kishte falimentu, sepse pa shqiptarët, e thonë vetë grekët, pa shqiptarët, ata s'do i bënin dot lojrat olimpike, pa punën e shqiptarëve. Mirë po, duhet tjetë marrëveshje e pensioneve. Si që bëm me Italinë më në fund, mas kaq vitesh, e bëm me Italinë edhe e pat vetë sa zgjati, nga momenti kur firmosa unë me motrën, ke momenti kur marroj gjithë cikli burokracive në Itali 2 vjeta ku unë sa zgjati. Të merë. Por marroj. Me Greqinë ne kemi fillu negociatat. Mund zgjasin, nuk e di sa. Ata janë pozitiv, por mund zgjasin pa fund. Se është marrëveshja më e vështirë, numri është i madh, Greqia nuk është Italia, është shumë më e dobët. Ama ka një mënyrë për të hik nga kjo rrugë, që është kjo pasaporta. Në qoftë se ne hymë në Bashkimin Evropian, dhe në qoftë se shqiptarët marrin të pasaport, kjo pasaport në Greqi do me thënë që nuk të duhet më pasaporta greke. Kjo pasaport në Itali do me thënë që nuk të duhet më pasaporta italiane, në Gjermani, në Spanjë, në çdo vend Bashkimin Evropian. Dhe kjo pasaport të bën ty qytetar të barabartë me grekun në Greqi, me francezin në Francë, në çfarë kuptimi? Në kuptimin konkret. Kush merr këtë pasaport, shkon atje, mjafton që shkruan sipër Bashkimi Evropian, edhe ajo atyre shkruan sipër Bashkimi Evropian, pastaj vazhdon me Ellada, po ama është Bashkimi Evropian sipër. Atëherë aty pensionet janë automatikisht të njohura. Çdo kontribut i dhënë me punë brenda BE-s është një kontribut që njifet nga shteti për katës ku ti e ke dhënë. Me këtë pasaportën je i barabartë në sistemin e sigurimeve shëndetësore të BE-s, në sistemin e sigurimeve shoqërore e thash. Je i barabartë në të gjitha të drejta. Sa herë na ndodh ne që ndodh me një shqiptar këtu, një shqiptar atje, që njëri vritet në punë, nuk i njohin të drejtën e dëmshpërblimit, tjetri e pson diku tjetër, tjetri zhduket dhe s'din gjë. Sa herë në momentin që ai i dëmtuari ka këtë pasaportën, ai shteti atje ku ai dëmtohet në punë ja jep automatikisht dëmshpërblimin, siç ja jep një qytetarit vet. Nuk është dokument udhëtimi ky. Ky dokument është fundi i një historie që nisi me profecinë e Gjergj Kastriotit kur vuri barikadën, edhe kur tha për ne fati i bive nipërve, stërnipërve dhe shqiptarve në përjetësi është perëndimi jo lindja. Dhe me këtë pasaport Shqipëria bëhet e madhe sa BE-ja. Dhe kufit tanë zyrtar janë 28.000 km², po kufit e çdo qytetari shqiptar nuk janë 28.000 km², janë aq 1.000 km² sa që ka Bashkimi Evropian. Dhe derën na kanë hapur. Ajo derë nuk rri hapur. Ajo derë është dera një shtëpie të pasurish. Të pasurit nuk e majnë derën hap çdo ditë, siç e mbajnë varfrit. Ne e dim shumë mirë këtë. Ajo derë hapet dhe mbyllet. Dhe është hapur për ne për herë të parë që kur ne kemi bërtitë duam Shqipërinë si gjithë Europa. Dhe kujt thot që qa është ky muhabet me këtë, me mu domethënë.
3 mandate nuk i dolën për të futur Shqipërinë bëhet, tani thotë du dhe 1 të 4. Po. Sepse nëse është fajim, okej, e pranoj. Po Malizi, që i kishte hap negociatat para se ne të vinim në qeveri, pse nuk është futur në Bashkimin Evropian? Po Serbia, që i hapi negociatat në 2014 ne s'ishim akoma kandidat, ne na trajtonin si delen e zez, se na kishte lënë bufi njollën në ball. Ore, ja hoqen ato non gratën ati mu. Ha? Ja hoqen? Ha? Da 12 do heqin? Po pra se sigur do heqin në ngradën. Ja hoqen? Se $6 milion janë shumë vëllai. Shumë janë. Se po ndroj muhabet, po bufi dje ishte kap me Lamborghini e Noizit. A i ka lekte veta, tha, po janë 50.000 pensione. Në fillim tha janë 10.000 pensione. Pastaj tha janë 50.000 pensione. Se e keni parasysh tash. Se ças thot, çai kanë bë këta Gramshit tha, nga 50.000 tha e bën 60.000. E tjera. Tash çka ka me Noizin? Çka ka me? Si që kanë 50.000 pensione për Lamborghini e Noizit? Sa kushton Lamborghini e Noizit? Kushton shumë më pak se $6 milion. Shumë më pak. Dhe në qofë se shkojmë me logjikën e 50.000 pensioneve, atëre i bi që bufi për të la atë damkën, si që avejnë deleve atë bam, që ja kanë vu bam, për të la atë numrin këtu në kokë, sa pensione paska pagu. Se në qofë se Noizi, për Lamborghini e vetë, janë 50.000 pensione, me lekte veta, e tha bufi vetë. Po bufi me lekte kujtë, se i biti janë 500.000 pensione. Me atë aritmetikën e ti janë 500.000 pensione. Janë më shumë në fakt, se Lamborghini është shumë më pak se 1 milion. Qa aritmetike është kjo? Qa aritmetike është kjo? Ta shti, për qa do diskutojmë ne? Ata e na kanë hap derën, sepse që ata të hapin derën duhet që 27 janë aty mrend bin dakord të hapet derën, ti bjerë derën sa të dush, djetjesh me i miri botës nuk të hapin derën, po s'qenë ata të gjithë dakord dhe po s'qenë interesi tyre, sot janë përputh interesat, janë përputh yjet. Dhe sot, nga fundi rrugës që ishim, ne jemi në krah për krah me Malezi, Serbinë kemi shumë mbrapa, dhe në 2027 mund të mbyllim. Po nuk e mbyllëm 2027 për tekat e demokratëve të Shkodrës, e për tekat e demokratëve nuk e di unë se të kujt, që shkojnë mas orës ngecme, ne mund të mbyllet dera. Po jo ne, jo mu, se kjo s'është për karikën time. Kjo është për gjithë fëmijët e këtij vendi, të cilëve kush voton, i ka borç, t'i shofi interesin. Prindrit demokrat duhet shofin interesin e fëmijës tyre, do thonë, çfarë do t'i japun këtij fëmije? Shkodrën madhështore me Bufën e Kënetës dhe me Luciano Fake Pavarotin? Këtë do t'i jap? Luciano Diaz me Knu? Këngë Elbasoni? Lemo? Këtë do t'i jap? Luciano Solemion? Apo do t'i jap këtë pasaportën fëmijës tim, që është dhurata më e madhe. Dhurata më e madhe që ne, prindrit e sotët, mund t'i bëjmë fëmijëve tanë, sepse i themi atë që nuk e patën katra gjyshit, stërgjyshit, gjyshrit, babalarët dhe ne, e keni ju statusin e qytetarit barabart të Bashkimit Evropian. Europa është e juja, bota është e juja. Këtë mund të bëjmë ne me këtë. Qatë ju them unë më shumë? Qatë ju them më shumë? Ju jam shumë mirë njohës, edhe për i fakt tjetër, se me gjithë diellin, Ndejtët dhe Durrut, ishte takimi më i bukur që kemi bën në Shkodër, jo vetëm se erdhën shumë, keni ardhur shumë, po sepse më pëlqen shumë që kemi sot provën. Kemi provën.
që kush na beson, ne nuk jemi më të mirët, ne mund të kemi plot gabime, ne kemi të meta pa tjetër, nuk diskutohet. Nuk diskutohet, por si që thash edhe sot mjes, zgjedhësi me vot nuk zgjedh dhëndrin, as krushkun, as skuadrën e futbollit. Zgjedhësi me vot zgjedh kalin e dur për t'i tërheq karrocën. Tani bufi me zit tërheq veten e vet, e pra ne ka marrë zvar gjithë dynjana vet atje në kënet, si mund t'i besohet karroca e Shkodrës për ta çuar përpara? Si? Ata që e duan bufin dhe si ndajt zemra, le t'ja marrin fotografin, t'ja venge dhoma gjumit më vëlla, nuk i pengon njeri. Por let më shajnë mu për dit. Por ama nga ana tjetër, mos prishim punën e vet. Mos prishim punën e Shkodrës. Mos frenojnë zhvillimin e Shkodrës. Mos frenojnë projektet e Shkodrës. Mos frenojnë festën e luleve, se vjen festa e Molotovëve prap. Qatë ju them më shumë, ju du shumë, Shkodra forever, Malësia nuk diskutohet, Fusharzi Puka që ishin një shkretir atje që shkoj vetëm për të marrë nuse ose për ngushlime, i shkojt sot për turizëm. Vau Dejës, që e kemi këtu Vaun e Dejës, e kemi kështu si stadium, edhe fitore. Popull dhe jemi shqiptar që të bashku do janë dalje për një qëllim sa shumë si ka ke sa të done, sa të këtë tjerë sa të soke, sa të këtë qërë
qëllim dhe uro. Këtë biletën kënë qasë në parana Nësë që ju të i vetë duke në beta Në përpës në ambulans kënë kursepe Sheko Përfundova në nuj kur s'mon të aftoja Imagina një minut për shtarë rritin Në shishe njërë që janë makë si vjeni rajar gara në lirin e fjallë Së më sonë shkolla Jo me mua një sëmër të pastër Në notën time të tërgoj dritën Aman mizere, aman mizere Në zemrën time të mërën Minuto të vazhdoj Njerës të mire, njerës pajme Këtë si pale Nga Kosova, nga jeni nga Kosova? Prizreni. Në të Shkodra. Faleminderit shumë. Mariana! Shumë bënet. Zjerën i valet tona tribale që ushtojnë sarte, po kur bjen male zjerën, njerës po emenin.